Një koncert që shënoi fundin e një epoke, por edhe një histori familjare që preku mira zemra. Mbrëmja e së shtunës në Prishtinë nuk do të mbahet mend vetëm si koncerti i fundit i grupit legjendar Marigona, por edhe për një rrëfim të jashtëzakonshëm që doli në dritë pikërisht në këtë natë të veçantë. Pak para se Vullnet Sefaja të ngjitej në skem për performancën e fundit me grupin, motra e tij nga babai Erza Vela ndau publikisht historinë se si zbuloi se kishte një vëlla, një moment që sipas saj ia ndryshoi jetën përgjithmonë. Gjithçka nisi në vitin 1994, kur Erza ishte vetëm 9 vjeçe. Gjatë një bisede me një kusherir në Tetov, ajo dëgjoi një pyetje që nuk do ta harronte kurrë. Gjatë një bisede me një kusherir në Tetov, ajo dëgjoi një pyetje që nuk do ta harronte kurrë. A e di që babai yt ka edhe një djalë tjetër? Në atë çast gjithçka ndryshoi, edhe pse u përpoq të mos e tregonte tronditjen, ajo rrëfen se atë natë nuk mbylli sy. Të nesërmën vendosi ta pyeste baban. Pas një heshtjeje të gjatë, ai pranoi të vërtetën dhe i tregoi historinë e djalit që kishte lindur vite përpara se të njihte nënën e saj. Ai djali ishte Vullnet Sefaja. Vullneti ishte rritur pranë nënës së tij Valës, e cila sipas Erzës e kishte edukuar me shumë dinjitet dhe krenari, duke i dhënë edhe mbiemrin e saj. Por surpriza nuk mbaronte me kaq. Erza kuptoi se vëllai që sapo kishte zbuluar ishte pikërisht këngëtari i grupit Marigona, zëri i këngës së saj të preferuar Aishe. Megjithatë, momenti që ndryshoi gjithçka erdhi fal nënës së Erzës. Ajo vendosi se kishte ardhur koha që fëmijët të njiheshin. Me një vendim që do të bashkonte familjen, ajo e ftoi Vullnetin në shtëpinë e tyre në Tetov. Kur ai mbërriti, u prit me një përqafim të ngrohtë dhe me fjalët: "Eja djali im, mirë se erdhe." Që nga ajo ditë, lidhja mes tyre u bë gjithnjë e më e fortë. Pas ndarjes nga jeta të babait, Vullneti u kthye në mbështetjen më të madhe të motrës së tij, duke e ndihmuar në studime, në rrugtimin profesional dhe duke qenë gjithmonë pranë saj. Një nga momentet prekse të kësaj historie lidhet me respektin që ai kishte për nënën e Erzës. Pas humbjes së nënës së tij biologjike Vala, Vullneti i u drejtua asaj me fjalët: "Tani mbeta vetëm me një nën." Në koncertin e fundit të grupit Marigona, Erza dhe nëna e saj ishin mes publikut për ta mbështetur në një nga netët më të rëndësishme të karrierës së tij. Mes duartrokitjeve, nostalgjisë dhe emocioneve, kjo histori familjare u bë një nga momentet më prekse të mbrëmjes, duke dëshmuar se lidhjet e gjakut, falja dhe dashuria familjare mund të triumfojnë edhe pas shumë vitesh.